fundi i marsit vitit 99, Bellanicën e ka gjetë me mbi 80.000 banor të dëbuar nga forcat serbe nga fshatrat përreth dhe komunat tjera, duke filluar nga Suhareka, Rahoveci, Klina, Drenasi, Shtimja dhe fshatrat të ndryshme të komunave përreth. Ata 80.000 banor, cilët kanë gjetë strehim në Bellanicë, dhonshëm janë dëbuar me 1 prill të vitit 99 për Shqipëri dhe gjatë atij dëbimi, forcat serbe pas futjes brenda në fshat kanë filluar të djegin shtëpi të qytetarëve të Bellanicës, kanë filluar të djegin automjetet cilët qytetarë të ndryshëm kanë ardhur në Bellanicë për të gjetur strehim dhe janë shku dhonshëm për Shqipëri në këmbë dhe në forma të ndryshme nga barbarët serb. Në Bellanicë, numri i të vrarëve është rreth 20 sosh nga fshatra të ndryshëm dhe qytetarët e Bellanicës. Këtu kemi njerëz të vrarë jo vetëm në afërsi, por edhe nga distanca. Kur them nga distanca, kemi në Nebi, Nazli dhe dritë kryesor nga fshati i Reti i komunës së Rahovecit, të cilët kanë gjetë strehim në fshatin tonë, por jashtë që kanë gjetë vdekjen nga hordit serbe. Mbrojtja e këtyre kamioneve sipas shefqetit do të thotë shumë dhe është histori për të cilën të gjithë brezat e rinj janë të interesuar, kjo pasi që edhe shkolla është shumë afër tyre. Dëbimi i popullatës civile për Shqipëri dhonshëm ka ndodhur në 2 rrugë. Në rrugën drejt Malishevës, Rahovec, Prizren dhe Vërmic dhe rruga Duhël, Suarek, Prizren dhe Vërmic. Numri i të vrarëve, jo vetëm në fshat, por edhe jashtë fshatit, ka qenë bukur i madh. Kemi të vrarë në Rahovec 3 qytetarë të Bellanicës dhe 1 qytetar të fshatit Samadrazh. Nëse është nevoja, mund t'i përmenem edhe emrat, por ajo është një kaptin krejt tjetër. Plashkitjet kanë qenë bukur të mëdha në fshat nga forcat serbe. Lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës së bashku me forcat armike ka zgjatur për rreth 3 muaj në fshatin tonë dhe gjithnjë ushtria shqiptare e Kosovës ka dalë fitimtare ndaj forcave serbo-slave. Kjo është unë e quaj si monumente